Në 10 ditën e fundit të muajit të madhërueshëm të Ramazanit, shoqata Istanbul në Shkodër shtroi iftarin tradicional që bëri bashk besimtarë dhe autoritetet civile e vendore. Ky është muaji i solidaritetit, sakrificës dhe dashurisë, prandaj edhe të tilla sofra janë një moment për të na kujtuar rëndësinë që ka në jetën e besimtarit muaji i shenjtë i Ramazanit. Në këtë kohë sfidash të shumta për familjen dhe shoqërinë, kemi gjithnjëherë më shumë nevojë për të rritur frymën e bashkëpunimit dhe mirëkuptimit, si dhe për të forcuar marrëdhëniet mes institucioneve, komuniteteve dhe individëve. Shoqata Istanbul, me përkushtimin e saj, është gjithmonë e gatshme të japë kontributin e vet në forcimin e këtyre lidhjeve, duke shërbyer si urë mes qytetarëve dhe institucioneve dhe duke promovuar vlerat e tilla si harmonia, solidariteti dhe përgjegjësia sociale. Është një kënaqësi dhe një nder për secilin prej nesh që në këtë iftar të përjetojmë një moment ku fryma e besimit, vllaznisë dhe bashkimit reflekton vlerat më të larta që ky muaj i bekat na mëson. Sonte, kjo tryezë iftari nuk është thjesht një moment ushqimi, por një simbol i afirmitetit dhe i harmonisë mes nesh. Le të na shërbejë ky muaj i bekat si një frymëzim për të punuar me zemër dhe për të vazhduar të sjellim ndryshime pozitive në jetën e njerëzve. Një përshëndetje në këtë iftar bën edhe përfaqësuesit vendor dhe ato politik. Të tilla sofra përveç se janë një tregues i qartë i vijimësisë të traditave tona të mrekullueshme, këto sofra përcojnë gjithnjë më shumë vllazërinë dhe harmoninë mes njerëzve mbi bazën e vlerave që trashëgojmë ne si shoqëri. Gjej rastin këtu t'ju uroj juve dhe gjithë besimtarëve musliman agjërim të lehtë dhe të pranuar. Njëkohësisht të gëzoni të gjithë shëndet të plotë dhe sa më shumë begati e mirësi në këtë muaj të bekuar. Ramazani për besimtarin është si ai udhtimi në atë akullin i cili reflekton të gjithë qenien e njeriut, reflekton besimin e tij tek Zoti i larguar nga përditshmëria dhe që vërtet takon dhe prek atë madhështinë e Zotit. Ky iftar, e thamë ndoshta dhe parafolësit, nuk është thjesht pjesë e kënaqësisë trupit, por është edhe pjesë e kënaqësisë sonë dhe tuajën shpirtërore. Dhe unë do uroja agjërim të lehtë të pranuar për gjithë besimtarët, pasi në këtë udhtim agjërimi unë e di shumë mirë dhe uroj që çdo njeri nga ne të gjejë paqen, të takoj Zotin, të bindet në besimin e tij dhe të bashkëpunojmë gjithë bashkë për atë që është më e mira, më e bukura për Shkodrën dhe Shqipërinë. Iftari me autoritetet e qarkut të Shkodrës është pjesë e sofrës tradicionale që gjatë muajit mirëpret dhe vjet në shërbim të jetimëve, të varfërve, individëve dhe grupeve të ndryshme në nevojë.